kalojmë në rubrikën tonë Ironia e Fatit dhe do të tregojmë sonte historinë e Gentian Hysenit, i cili ka ardhur këtu për të kërkuar rënjët e tij. Mirëmbrëma edhe një herë Gentian, përpara se ne të bashkëbisedojmë me të, unë do doja së bashku të gjithë të ndiqnim historinë e Gentian Hysenit, mësuar vetë nga Gentiani, cila ka qenë jeta e tij dhe arsyeja pse ai ndodhet sonte në emisionin Njerëz të Humbur. Ndjekim insertin. Në datën 19 shkurt të vitit 1982, në maternitetin e Shkodrës, vjen në jetë zëri dhe rrahjet e zemrës së një krijese të vogël dhe të pafajshme. Shumë shpejt të kishte një emër, Gentian, por ky fëmijë nuk pati ngrohtësinë, përkëdheljet, buzëqeshjen dhe dashurinë e nënës dhe babait. Nuk pati kurrë mbështetjen e një vllai apo motre në jetën e tij. Gjithë vështirësitë e jetës ju deshti përballonte i vetëm me jetën plot të papritura. Unë jam Genti Hyseni, kam lindur më 19 vitit 1982. Kur kam lindur, kam përfunduar fillim në Befetrofin e Shkodrës. Mëse me prej Befetrof kam kalu në parashkollore, deri në 6 vjeç. Prej në 6 vjeç kam shku te shtëpia e fëmijës deri në 14 vjeç, atë kam bë shkollën e tana. Në një moshë shumë të vogël, ai dërgohet në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, dhe kur ai ishte 7 vjeç, një zonjë dëshironte ta bjërësonte dhe t'i jepte atij një familje, por për fat të keq. Ajo largohet nga jeta dhe Gentianit për herë të dytë ju privua e drejta për të pasur një familje. Në klas 7 pata një fat për më mbjërësu e tana, u banë dokumentat e tana gati. Momentin që isha për me ik, më prunën lajm që ajo gruaja vdiq edhe me ta për aty. Mësonaj 14 vjeç dola për shpismis, shkova në konvekt tek mekanike postore, vazhdova shkollën e mesme, fillova të punu. Në vitin 2007, ai martohet me Flutrën, e cila është shoqja e tij e jetës. Nga kjo martesë, ata sollën në jetë 2 fëmijë, një arsye më shumë për të vazhduar luftën mes provat e jetës. Unë njofta edhe me bashkëshortën time që sa të kam 2 fëmijë. Njofte një njëri jam, një shok jam i vetë që është kështu. U fejova, u martova, sa të kam 2 fëmijë të lumtur. Dhe gjatë kohës që kam kanë martuar me të, filluan të shokët e mi, njerëz të mi, kom pyetën për ka i ose se ka me nana jote, unë i thosha fillë jam i shpismis. Edhe pse kishte njerëzit më të shtrenjtë pranë vetes, një përshllëk i pashmangshëm e gërrente në shpirt. Shpresa se një ditë do të ndjente përkëdheljen e nënës që e solli në jetë, se një ditë ajo do ta kuptoj që ai është djali i saj, e ka shoqëruar Gentianin deri në ditët e sotme. Ja, s'kam kërkuar se herë, se prap mendosha mund t'jetë e martume ose zori jam, frika jam, se si mund të më presin, ose e mendosha këtë gjë. Po më tepër një mënu kur e kam kuptuar që vetë jam bë prind, atëherë kam kuptuar rëndësinë e prindit, se që të më thonë prindit. Sepse kur kam qenë beqar, prap e kam pas mendin në fest, i ri, dhe nuk i kam vënë rëndësi vetit, po kur bashkë me fëmijë kuptoj që të më thonë prindit. Në momentin kur më kalin djali i parë thosha, ku si ka pas mundësi një nanë me elan një fëmijë, çfarë halli do të kenë pas një hat fort, ose do të kenë pas një traumë të madhe që elan, se kërkush se në fëmijë. Do t'i thoja vetëm një gjatë shkurt, do t'i thoja, sepse me fol gjatë e ma gjatë është vetëm zemra ajo që në vjesën e nanës, nuk është kërkush. Edhe momentin kur e kam një tamam nana, ka qenë kur kam luftu me jetës së vdekjes që kam bërë dy operacione të rënda trup. Pra Gentian, kjo ishte historia jote. Gentian, më the pak më përpara që ke pasur një moment vështirë në jetën tënde dhe ke dashur që ta kishe pranë. Të kishe pranë pra dikë nga ana jote, nga gjaku jote.
Kjo është dhe ajo që të bën që ti ta kërkosh vazhdimisht, apo jo? Ku është, kush jam unë, nga kam ardhur? Dhe unë dua të të them se sonte ne do të t'japim një përgjigje. Inshallah mirë. Të thash, ti do mendosh të këtej tutje vetëm gjëra të bukura, apo jo? Po. Për gjëra të bukura kena ardhur. Sonte ne do t'japim një përgjigje. Përveç kësaj, unë do doja të vije me mua, ta shikojmë një herë. Të shikojmë foton e saj, do t'i marrim gjërat, sepse edhe ajo ka vojtur shumë për ty. Kjo është nëna jote. Edhe ngjani, ë? Po, dhe ngjaj. Kur ta takosh, do ta përqafosh fort e fort. Edhe ajo të ka kërkuar. Këtë dhe fmitash. Ke vlezër, ke dhe motra. A ti ku ishe i vetëm, tani ke familje të madhe. Pjesën e buzëve mu duket si nusja jeme. Si nusja juaj, ja? Këtë pjesën këto. Atëre, të thash, ke vlezër, ke dhe motra. Shumë premers për josh. Kemi dhe një surprizë për ty. Motra jote dëshiron të të flasi. Hajde, foli këtu. Alo. Një mrama, si... Unë mirë jam. Mirë. Mirë janë, si janë keq. Gjithashtu edhe vetan, po m'vjen mirë. Faleminderit. Hajde se ta patakojme tash. Faleminderit për është fala bani tanave. Faleminderit. Natën e mirë. Lufta e Kosovës hapi plak të reja në derën e kësaj shtëpie, që zorë se mund të mbyllën ndonjëherë. Vdekja mizore mori me rëmbim djalin tjetër, të vetmin përveç Valdetit, duke i lënë këtë prag thuajse të shkret. Dy pleq të vrarë në shpirt e në zemër, që vajtojnë kujtimin e djalit që nuk kthehet më, e të tjetrit, Valdetit, të humbur në përbot. Një nusë që rrit vajzat me mundin e sakrifica e gjithherë me syt nga dera për të pritur të shoqin. Kjo është familja Elçani, në fshatin në Gavs të Raovecit, që po i kalon stinët si pa undjerë, e prej vitesh po presin që edhe për ta të ketë një pranverë. U bëkohë që në derën në shtëpisë së familjes Elçani nuk ndihen hapat e Valdetit. U bëkohë që ai mungon në festat dhe gëzimet e shtëpisë. U bëkohë që kujtimet për të freskohen vetëm nëpërmjet fotove të albumit që shfetohet çdo ditë nga prindrit, gruaja e në veçanti nga vajzat e tij, Arpnora dhe Agnesa. Ca foto në vendlindje, e shumë të tjera në Zvicër, Gjermani, Çeki apo kush e di se ku, por prapë se prapë, mbetën thjesht foto të ftohta. Ishin shumë të vogla kur babai i tyre iku në kurbet. Sot janë të rritura dhe ndoshta thellë në veten e tyre, duan të ndihen krenare për atë çfarë kanë arritur në jetë. Por këtë ndjesi as nuk mund ta shprehin, as nuk po e përjetojnë nga mungesa 12 vjeçare e babait të tyre. Kontakti i fundit me Valdetin ishte në qershorin e vitit 1999 nga Pilseni i Çekisë. Por a ka ndryshuar destinacioni i qëndrimit të tij pas 12 vjetësh? Shteti i fundit që përmendet për gjurmët e Valdetit është Anglia,
ku vetëm pas një viti qëndrimi në Çeki, pas telefonatës së fundit me familjen, 43 vjeçari është transferuar drejt Londrës. Kur kam larë makinën në Croydon, ai ka qenë në punuar me i Kosovar, unë të shtoj interesonë faktikisht, se dërtyrë sa Kosovari se ka 2 lavazho ai të mëra. Valdeti, punon të lavazho? Punon lavazho. Para një viti, në shtile, se kam parë tani. Kjo pistë është përforcuar edhe më tepër nga telefonatat e tjera të emigrantëve në Angli, ku flitet sërish për një lavazho, ku Valdeti njihet si pronari i saj, por askush nuk e njeh me këtë emër. Flitet gjithnjë se ky person mban emrin Robert. Fakt, unë shkoj pasoj makinën atë nga Vars, një fërtari atë. Është, më thonë, 98% është i ngjashëm me patën. E pyeta, thash, po që fa ku e këtë? A thanë gurbe, a më akse i përgjigjen thanë gurbet janë që nga 90-ta. Në Zvicër, në Gjermanisht i kom pakon qanë, pëse ma bojë, thanë, më shumë nuk e kom pyet. Robert, po mbja më nuk ma va. Për çfarë qyteti po flasim? Në zonën e 4, zonën e 4 më zgabon, sa tjerët Edgewell. Kam shkuet me bli lavazh. Po, edhe kur shkohen me bli lavazhin, dhe më thonë e kishte këtjori, si shkohen në takua, e kishte emrin Lisar, ashtë në Kosova. Lisari është pronari i lavazhos? O tjerët ishtë të më thonë bleshet lavazhës, e vonë mirë me të janë ndizet, të më thonë Ble lavazho? bleshet lavazhës. Edhe pse diskutohet se Valdeti është vendosur drejt Anglisë, vizitat e tij në Çeki flitet se kanë qenë të vazhdueshme. Valdeti në fund të vinë tentës, të vinë të një mënd, e që në janë në Çeki. A i ka pasur sike, pas pasaport, që për Slovakia. Po, dhe pasaport e manë në Roberto. Informacione më të pakta ka pasur dhe nga Gjermania, Zvicra apo Austria, ku përmendet se Valdet Elshani ka lëvizur në këtë shtete për marrëdhënie pune dhe e fatë kohe shumë të shkurtra. Këto lëvizje ai ka kryer me emrin Robert, ndërkohë për shumë pak njerëz ai njihet si Valdet Elshani. Të gjitha dëshmit duket se flasin për 43 vjeçarin nga Kosova, i lindur në fshatin Lagavs të Rahovecit. Ndërkohë, arsyet e hezitimit të tij për të rikthyer në familje mbeten ende të paqarta. Çfarë pengon në të vërtetë Valdet Elshanin të rikthehet në Kosovë? Për atë familje që po pret, për ato vajza që po rriten pa baba, asgjë s'do të ketë më kuptim të plotë, pa dëgjuar zërin e vet Valdetit. Pra të nderuar miq, kjo ishte historia e Valdet Elshanit, dëshmit që kanë ardhur në emisionin ton kur ne kemi prezantuar pra historinë e tij, ka shumë persona të cilët dëshmojnë se e kanë parë pra në Çeki, në qytetin ku ai nga ai dërgonte letra në Pilsen të Çekisë, por më tej mendohet se mund të ketë kaluar drejt Anglisë. Kemi pasur informacione nga më të ndryshme dhe siç e keni ndjekur dhe javën e kaluar, kemi qenë në kontakt me një person me emrin Robert, i cili simbas shumë të dhënave, pra ishte me origjinë nga Rahoveci, kishte qenë në Çeki dhe pikërisht në qytetin Pilsen, në linjë telefonike me korespondentin tonë në Angli, zotin Esat Braçi, ata kishin folur dhe në një farë mënyre kishin menduar se ishte vërtet Valdet Elshani. Mëtej kishte kontaktuar nëpërmjet mesazheve në numrin e celularit të babait të Valdet Elshanit, ky person duke ju thënë pra se unë nuk jam Valdeti, jam person tjetër, shpeshherë thoshte jam nga Peja, disa herë nga Malizi, derisa javën e kaluar në emisionin ton, dikush ka telefonuar, unë vetë e kam ngritur telefonin dhe në anën tjetër ka qenë ky person i quajtur Robert. Unë kam folur gjatë me të dhe nga biseda e gjatë që ne kemi bërë, vërtetuam se ky person nuk ishte Valdet Elshani. Ne kemi kontaktuar me një person. Ndjekim pra çfarë kemi folur me të, çfarë kemi thënë. Alo, Mirdita. Mirdita. Flas me Valdet Elshanin? Po. Në adresë të emisionit tonë erdhi një email. Një zotëri prezantohej si Valdet Elshani me një numër telefoni.
Kjo ishte biseda e parë që ne bëme të. Zëri ju thot diçka, nuk mund ta. Të dëgjojmë ç'na ka thënë. Le ta dëgjojmë. Atëherë, dëgjojmë vazhdimin e bisedës. Jam Bernardi nga emisioni Njerëz të humbur. Valdet, besoj nuk të vjen keq nëse unë të bëja 2 pyetje të vogla thjesht për t'u bindur, sepse ka patur faktikisht shumë veta që kanë pretenduar se mund të jenë Valdeti dhe kështu që thjesht duam të sigurohemi. Unë e pash në video në internet, pash babën e nonën se si kum pash shumë kohë. Për që ato unë e mura telefonin e thira për një herë në storien e juje, atjetër dhe këthejna dhe t'i shohë se unë si kum pa moti e tash e di që kum bo gabim, nashta e... A mund të të pyes i çfarë datëlindje je? Me 5 majtin 1969. Babai si e ka emrin? Sinan, Po nona? Hanum Shah, Po nusja jote në Kosovë si e ka emrin? nëse jam e ka Hidajete. Po vajzat? Vajzat e madhe e kom lënë 2 vjet, Arbnore, e vogla Agnesa. A ke pas vlezër e motra të tjerë? O, kom pas vlavin ma këtë myt 1999. Si e ka pas emrin vllai? Vlavi e ka pas Hisni. Ku ke jetuar për këto vite? Unë jetoj në Angli. Jeton në Londër apo në qytet tjetër? Jetoj në Londër, nëse ata unë ku i kom pa që i ipshin ato informatat për studies Shqipnijës, shishna ata i thoshin me Robertit, nuk jo me emën e Robert këtune, jo me emën e me mbjamën tamë, Valdet Elshani. Unë e di që kom bo gabim, s'kom mujt një pa familjen e teme, e marri që ashto se jom dyqy si ko i hupur, pse, Po. ku kom gabue, qka kom boa, e dije se baba nëuna kajt, presin për mua e ku i pash në televizor nuk mujta me prit për një herë mura telefonin e tjera në studiet Shqipnijës. A të ka marrë malli për familjen? Mës më pas marrë malli s'kishta tjetë në telefon Për këtë ka marrë malli më shumë. për këtë. Mirë, Valdet, kalofsh mirë atëherë, do të dëgjohemi prapë. Faleminderit. Mirë pafshim. Pra, Shumë faleminderit për juve. Si mas dhanëve të tina, mund të afrosh mikrofonin. si mas dhanëve të tina, ai tonë na përmendi me emrin, me bjemën, me nanë, me vajzë, me shoqen e tij, ashtu po. Por ne prap, po. Ka shumë vite, dyqysh si ka 18 vite. Nuk janë të pak këto vite. Dyqysh si po më do këtë një apet nuk po... pi dashurisë apo pi mallit, nuk po muj me cek amon që, po ka po folë, që pi njëf ato raste vllaut, motrës, vajzëve, atër pak si po... Megjithatë, kemi kontaktuar me të dhe menduam që do të na i plotësonte akoma më shumë faktin se ai ishte Valdeti, duke parë foton e tij dhe duke bërë një krahasim. Atëre, ky është Valdeti sot. Është Valdeti. Po si mas fizionomisë time, po më duket që po. Po, përveç kësaj ne kemi bërë dhe një krahasim me foton që ju na keni dhënë të Valdetit, por edhe me atë që ai na ka dërguar. Do doja të jepnim të dyja këto dhe përveç kësaj, a doni të flisim me Valdetin tani? Valdet? Alo, Më dëgjon? Mirë mbrëma nga Shqipëria, Valdet. një mama edhe juve ashtu. A do t'i flasësh babait? Po që se ka mundësi. Po, pa tjetër, si na më foli. Afro mikrofon. Valdet, Sanan, a bos? unë vjen shumë keq. Ju kom lënë disa kohë pa, si kom pas, i pash një ditë se përpara para 2 javë e pash që e qitën aty në televizore, tani e pash ty e nënën e pash qikët. Do t'i flasësh Arbnorës, se ke lënë 2 vjeç, Valdet. Foli Arbnorës. E di që kom bo gabim të ma kom bo, Që veç si kom një lënë kajtë në ti përgjigje pak. Valdet, Nuk di, hapë Sanan. Valdet,
Shife me babën, gjitha ato gabime përmisohen edhe çdo njeri që i gjallë është, ka bo gabime. Gabimet përmisohen, nuk ka asnjë sen vretje. Jeta vazhdon ku e ki ma mirë, veç të kemi një komunikim, një lidhje, përqafom një herë, ti do të shkojsh, do të punojsh, ku ta ki ma mirë me babën. Qofse në ki pak ndjenjën, dashnjeve, ki dëshirë, se jemi plakur, jemi raskapitur me halle, me lufte, me tonë ato si i dishti vetë, kemi qef më komunikue, më ndigju me zvetin në përmes telefonave, në përmes gjitha llojeve këtune, kemi qef më na lidh me fol një dita se kur ta marrmane me babën. Foli pak Arbnorës, se të është rritur dhe është bërë zonjush shumë e bukur. Ke vite, ke lënë 2 vjeç. Arbnora, foli babit. Përshëndetje. Mirë mama. Po, Arbnora, që shje? mirë, faleminderit bab. Se ki den sa ka më ndru për këtë ditë. Unë vjen shumë keq, e di që kom bo gabim të madh. Këto gjëra do t'i flasim më pas. Nëse telefonin e kini pjatimit, mune me marrë telefonin, tani kontaktojnë në përmes telefonit. Ke të rauta e zemër si i kam unë? Ha? Ke të rauta e zemër si i kam unë? A 3 zemra si që po i re tani Arbnorës? Po që së mëroj zemra? Shpresoj që së shpeti do shihemi. Inshallah. Edhe do të ndjej më afër për qafimin tënd. Faleminderit. Unë të përshëndes dhe të uroj gjithë të mirat në jetë dhe mos u ndafshi më kur. Ndërkohë, ka qenë në një sezon, pra mjaft i mbushur me histori, informacione, emocione të jashtëzakonshme që të gjithë ne i kemi përjetuar në këtë studio, dhe unë dua të bëj një falënderim të madh televizionit publik shqiptar, i cili ka qenë që në momentet e para i gatshëm për të pritur në gjirin e tij emisionin Njerëz të humbur, dhe dua të falenderoj dhe gjithë stafin që ka punuar për këtë emision, stafin e televizionit publik shqiptar. Një falenderim tjetër jashtëzakonisht të madh dua t'ju jap të gjithë atyre bashkëpunëtorëve, korrespondent, të cilët kanë qenë me ne, dhe unë dua t'i falenderoj dhe t'i përshëndes një për një secilin. Angli Esat Braçe, Turqi Kadri Limani, Gjermani Blerina Çela, Belgjik Lindita Manaj, Greqi Jani Papa, Francë Blerim Zeqiri, Kosovë Gjeraldina Rexhepi, Kosovë Rudina Xhemajli, Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ina Vako, New York Sander Preldakaj, Kanada Belinda Marku në Toronto, Australi Arben Krepi, Itali Edlira Tërvoli, Qazim Sloveni, Qazim Goli, Xhavit Shaqiri, Xhavit Mehmeti, Rusi Viola Gaçe. Dua të falenderoj këtu qindra vullnetar, emigrantë shqiptar, të cilët janë bërë pjesë emisionit tonë nëpërmjet formularit online në shtete të tilla si Argentinë, Armeni, Austri, Bosnjë-Hercegovinë, Brazil, Kinë, Kroaci, Qipro, Çeki, Danimark, Finland, Hungari, Izrael, Luksemburg, Maqedoni, Malizi, Zirlandë e Re, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanjë, Rumani, Arabia Saudite, Serbi, Zvicër, Suedi. Si që shikoni tashmë është krijuar një rrjet i gjerë korrespondentësh, vullnetarë të emisionit tonë, të cilët dua t'i falenderoj për mbështetjen sepse janë ata pjesa më e rëndësishme e emisionit. Për të gjithë publikun që kanë ndjekur në këto 7 vjet transmetimi emisionin Njerëz të humbur, faleminderit nga zemra në emër të stafit tim dhe të gjithë familjarëve të personave të humbur. Ndërkohë, kemi ardhur në fund të nderuar miq, dua të falenderoj gjithë stafin tim të gazetarëve që kanë qenë këtë sezon me mua, për punën e palodhur që kanë bërë, të gjithë ata që kanë bashkëpunuar. Ndërkohë, kemi menduar që ta mbyllim këtë mbrëmje me një backstage të kapur nga regjizori i këtij emisioni, zoti Sajmir Zeneli, dhe atë dua ta përshëndes për punën e palodhur që ka bërë gjatë gjithë sezonit për emisionin Njerëz të humbur të dalin transmetim. Ka përgatitur për ju një buqet backstage. Do të takohemi sërish në shtator
dhe falenderimin më të madh Plus Mobile për mbështetjen, ju falenderit. Takohemi në shtator, deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. What's that even lighter? Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. First light, you're lying next to me. Oh, feels right just where